Për shëndetje nga kuzhina Nirit, sot kam vendosur me dallë me juve edhe një recetë natyrale të shumë kërkuar sidomos nga motrat. Është një recetë natyrale, as që është për ushqim, as për pastrim, është receta për juve që po keni krurje të pandalshme të veshve. Sidomos tek femrat, ka edhe moshkuj, por sidomos tek femrat. Krejt çka ju duhet pra dhe ju nevojitën janë vetëm pastruse të veshve i merrni, si dhe vaj ulliri. E merrni bismillah pastrusen për vesh, edhe e lagni kështu tek vaji i ullirit, e shkonni kështu që të kullohet pak, edhe brenda veshit, ju brenda krejt atje tek timpon në veshit, por rreth tek vrima e veshit, qështu ja bëni me vaj ullirit, që e kemi lypra këtë pastrusen. 2 herë nditje në mëngjes edhe në mbrëmje, vetëm me vaj ulliri. Kjo recetë edhe për fëmijë vlen, për gjithë pra, kush ka krurje të veshve. Kur të ka pezmatim të veshit shembull, veç me vaj ulliri, kështu rreth e dredhni këtë pastrusen e veshve, si me qenë qështu tash vrima e veshit, që shto ja bëni rreth 2 herë nditje në mëngjes në mbrëmje. Nuk ka më shku një ditë, po thamë mas lartë e dyta, kam ju hek qaja krurja e veshve, sepse është shumë e neveritshme. Për një me është e neveritshme, kështu që ja vlen ta provoni vetëm me pastruset e veshve edhe me vaj ulliri. Bindeni vetë, vaj ullirit është shumë i shëndetshëm, edhe ja vlen pra me përdor këtë, pa përdor as një pik, as një krem, kur gjë tjetër, pa kargjime, shumë efekt që keni mu bin pra vetë, për juve që keni kruarje të veshve. Provani pra 2 herë nditje mëngjes mbrëmje, edhe do të më shkruani si gjithmonë për efektin e recetave që postoj. Në shtëpi, mjek i vetvetes, super natyral, super i shëndetshëm, edhe e largohet me një herë pra, çaja krurja e veshve. Nëse provoni, bindeni vetë, shkruani vetë, si gjithmonë, si për çdo recetë, edhe ju përshëndes për çdo recetë që shkruani komentet e bukura kur postoj pra receta. Faleminderit për përkrajen që ma bëni komentet e bukura e deri në recetën e radhës ka kuzhina Nirit, ju them miru pofshim.